Në ditën e verës, këtë të premte të 14 marsit, Bashkia e Vlorës organizoi në Skel në sheshin pranë stadiumit flamurtari panairin e pranverës. Pjesë e rëndësishme e tij ishin nxënësit e shkollave të qytetit të Vlorës. Traditë, lule dhe gëzim, por i pranishëm mes nxënësve ishte edhe kryebashkiaku Ermal Dredha, që vizitoi panairin me punimet e fëmijëve të shkollave të ndryshme të qytetit, të cilët i kishin ekspozuar për publikun e gjerë që e vizitoi. Kryebashkiaku Dredha dha një urim për qytetarët, duke theksuar se kjo është një ekspozitë dëshirave dhe pasioneve që kanë fëmijët e qytetit. Edhe pse e cilësoi një fest pagane, ditën e verës, Vlora, sipas tij, feston njësoj bukur si të gjithë qytetet e tjera, duke kthyer tashmë në një traditë. Madje, sipas Dredhës, ky aktivitet shënon edhe hapjen e rrugëtimit drejt sezonit turistik të këtij viti. Po e nis me një urim special për gjithë qytetarët e Vlorës dhe patjetër që atë larmishmërinë dhe atë bukurinë e japin pikërisht këta që ne kemi këtu sot, që po bëjnë një super ekspozet gjithë atyre punimeve apo dëshirave apo pasioneve që ata kanë, që janë fëmijët e qytetit, realisht e mbushin plot me are. Dhe në kuadër të gjithë atyre festimeve që ne kemi sot për ditën e verës, sado që është një fest pagane dhe e ka zanafillën të paktën në shtetin ton, në artën ton kombëtare, e ka në Elbasan edhe në bollokumet e famshme, dhe gjithë ato kjo do të thotë që ne nuk festojmë njësoj. Vlora po feston njësoj, po feston shumë bukur. Ne kishim një aktivitet sportiv pak më parë, me 16 skuadra të mbledhura jo vetëm nga qyteti i Vlorës për U11, pra për moshën 11 vjeçare, të cilët po kanë një kampionat pikërisht për të qenë pjesë e harmonizuar me festimet që ne po bëjmë për ditën e verës, vjen nga qytetet e tjera, por sot këtu ndiem shumë krenar dhe ndiem shumë i lumtur që edhe drejtoria e arsimit në Vlorë, Genda, drejtoresha dhe gjithë bashkëpunëtorët tanë dhe gjitha shkollat janë bërë bashkë për të festuar dhe për të dhënë një mesazh paqe, lumturie dhe një si një augur i mirë për hapjen apo rrugtimin drejt sezonit që na vjen, sezonit turistik. Kështu që gëzuar ditën e verës, edhe ta kemi verë në familjet tona, në zemrat tona, dashurit tanë, gjithë bashkë, gëzuar. 14 marsi, dita e verës është kthyer tashmë në një traditë kombëtare për çdo qytet, ashtu si kundër edhe në Vlorë, thot kryetari i bashkisë, duke promovuar artizanatin dhe punimet e fëmijëve. Pasionet që kanë fëmijët do të mbështeten nga Bashkia e Vlorës, pasi qyteti sipas Dredhës ka nevojë për profesionistë të rinj. Duhen mbështetur këta fëmijë dhe talentet e tyre, tha kryetari i bashkisë. Kjo është kthyer tashmë në një traditë kombëtare, do të thënë çdo qytet feston në mënyrën e vet, siç e pat ju këtu, jo vetëm ato çka bëjnë vetë fëmijët, pra është edhe një farë promovimi që ne i bëjmë pjesës së artizanatit, pra fëmijët me punët e dorës që bëjnë, qoftë edhe bollokumet i pam sot këtu, apo sot një djalë i vogël që mua më bëri shumë përshtypje, ka bërë këto biskotat vetë dhe i ka prezantuar. Pra ka dhe pasione të tjera të fshehura që mundohemi dhe ne pse jo t'i mbështesim, t'i çojmë drejt një momenti që mund të quhet edhe profesionet të ardhmen. Siç e shikojmë, Vlora ka nevojë profesionistë të rinj, mund të jetë guzhënjer shumë talentuar, mund të ketë edhe në fusha të tjera. Sa më shumë i mbështesim ne, aq më shumë na kthehet të mirën e të ardhmes së qytetit tonë. Një urim me rastin e ditës së verës edhe nga drejtuesi i arsimit në Vlorë, Gentiola Sheu. Ajo falenderoi gjithashtu edhe të gjithë aktorët që dhanë kontributin e tyre në organizimin e këtij panairi. Gëzuar ditën e verës. Ju uroj të gjithë nxënësve të shkollave paqen, vetëm suksese dhe një pranverë sa më të bukur. Përfitoj nga rasti për të falenderuar gjyshrit, prindrit që bën të mundur realizimin e këtij aktiviteti kaq të bukur. Panairi, organizuar nga Bashkia e Vlorës në bashkëpunim me shkollat të qytetit, pati brenda traditën, punimet e nxënësve, por edhe atmosferën festive të krijuar prej tyre në ditën e verës. Societo, dale,